Deshta me Shpati me shpata. Keni një farë shoqate, edhe që funksionen me sa e diun nëse Petriti është kryetar. Po, Petriti është kryetar. Edhe me sa e di, me sa dhe intervista që ja kom dëgjuar, ai ka thonë që zakonisht mblidhe me edhe krejt akordohemi unanimisht për me marrë një vendim, çfarë do quhet edhe gastronom. Po jo, mundë me marrë vendime çfarë do tjera përveç çmimeve, por më marrë vesh çmime se është e jashtëligjshme më marrë vesh për çmime. Domethënë secili e cakton çmimin e vet. Mundë më marrë vesh për gjana tjera, po për çmime, jo. Asnjëherë. Për ndryshon... Mundë më marrë vesh për një protestë, për një paknatësi, për diçka, po. Për ndryshon e kisha shtrejtu kafen, edhe pak është 2 euro. Sa e kisha bua dhe pse? Për Kosovorët është pak 2 euro, për arsye se e para, e kisha bu një afat kohor, një limit sa mundet me qëndru njërin kafe. Nëse e përsham personi vetëm, mu pyetën në këtë rast. Nëse e personi vetëm, minimumi është, ose maksimumi 30 minuta. Nëse e me dikon 2 ose 3 veta, dejnë 45 minuta është e tepërt ma shumë. E kësha bo një falimiti, se shkon ato Kosovarë të nditën rrinë kafe, masanina qatë shumë që rrinë kafe, e ka probleme dhe fillon edhe a i figjoni kafes me u tho, ku që shkon me lo të kamarire atje. Shumicën e kena probleme mi laqë. Po, edhe nuk mundesh me lo, se a i tonë të rrinë... Për e një ftesë për e gastronomit. A i tonë ditën rrinë ato me një kafe, edhe masane ka problem. Do me 70 cent. Mos të prosit, të nditën kur kush rrinë me një kafe, po mos baj gore me qena ashtu, po kushtimisht. Po me një orë rrinë veç vetë, rrinë kafe me një orë ato. Qka është ajo e tjepër? Ajde një orë, 30 minuta, nuk o diskutimi sa një person rrinë kafe, sa ajo është e drejtë e jemi, asë mundesh marë, nëse pytesh, që s'pytesh? Se si kur t'ishe pyt, ti kishe me nga caktu jetën që shme jetu. Se nuk mundesh ti me andalu tjetrit, mas 40 minuta vjen aj prapë shen kafe. Po s'po kafe t'jo Kosovë ka vend për kretë. Po kështë që s'po ka vend, problem është me gjithë. Me zdit, shkën me zdit, problem është me gjithë. është tjetër muabet tjetër. Po është e tjepër dhe është pa kulturë, duhet edhe pa kulturë, është Unë vetë vendosi vete. vetë sari, mu imi pi 3 kafe, mu imi pi 4 kafe, edhe të s'mundesh me macaktu mu. Problemi është që me një kafe ti po rrinë. Po nuk rrim bre kur kush me një kafe ka në disa mundesh me lyp edhe një gotuj, pa jo i kështë. Po mos bëni ai gore se. Çka mundesh po flasim? Kom marrë sot në sheshin e Prishtinës këto, për me po nga ofër se si është gjendja pasi që e dim që tem diskutimi tash sa ko është rritja e çmimeve tek ushqimet, tek e rrymës, por së fundmi edhe te kafes dhe e bukës. Nëse deri sot kemi mujt me pi një kafe me 1 euro, tash një buke e blen gati 1 euro. E unë sot për ma këto kam disa kafeteri ofër, edhe po provoj me bisendu me ndonjë qytetar, edhe me pa se si ata po munden me e përballu, edhe sa po ja dalin me këto rritje të çmimeve. Unë po provoj me hy branda tash. Të shapo na fol dikosh. Okej. Po shkoj të qajo pjesë, se pesha pak ma qetë, edhe më duket se është dikush nga stafi atje. Përshëndetja. Shpresoj që nuk ju pengaj. Jemi live nga televizioni të shtatë, besoj që ti je staf këto. Çfarë pozite? Menaxher. Kemi me të pytë për rritjen e çmimeve, dim që tash tim diskutimi në Kosovë është bërë rritja e çmimeve, a janë rritë ende këto në kafeterin ku punoni? Po për momentin këtë të na nuk kemi rritë çmimet diçka, po dita ditës pritet, domethënë nëse vazhdon ky trendi me rritjen e çmimeve, çush është për momentin, domethënë edhe na nuk kemi me pas rrugdalje tjetër pa e rritë. Nuk është një rritje rekomendit shumë e madhe, është një rritje normale, domethënë nëse është bazë çmimeve produkteve që i blejmë edhe normal edhe çmimi i shitjes ka me dalë pak më i madh. Pra po thotë që vonesë mund të ketë, por pështem jo. Po nuk besoj, në bazë trendit çush është shku, domethënë çmimi i produkteve bazë që i blejmë edhe na domethënë çmimin e shitjes duhet me rrit pak, po nuk është diçka shumë e madhe. Ndoshta krahazim qysh po rritën produktet që na i blejmë, domethënë për me i shërby. Me sa e di që macchiato e madhe ka mu bo 2 euro, a mendon që është e përballueshme për xhepin e konsumatorit, këtë çmim dhe sa është i arsyeshëm? Po tash besoj që edhe standardi pak ndoshta u hyb, po në këtë pjesën tonë na nuk e kemi menduar me bo 2 euro, pak 2 euro ndoshta është për momentin e shtrajt, po diçka një rritje ka me pasë, po 2 euro të na nuk ka me ka një herë për moment. Sa është tash kafja dhe sa po pritet me u
me u bo këto në kafeterinë Kuponan. Për momentin është 1 euro me 1 euro 20 cent, deri 1,5 mundet me shku. Faleminderit shumë për kohën e juaj. Keq kurrë ta më punat ditën e mirë. Atë ketet ndonjë qytetar që do të flasë. Agasi që ndëgjuat, në disa kafeteri ende nuk është rritë çmime. Pra, Por, si që tha dhe menaxheri këto, vonesë mund të ketë për pështem asnjëherë, por me sa vërejta mirë që edhe pse janë Berta, siguro që të kesh edhe ndonjë qytetar nëse flasin, sepse e kemi parasysh që zakonisht para kamerës hezitojnë të flasin, dhe po e nisim ne këto fillimisht debatin në studio të inkuadrojmë prapë. S'ka pështim, kjo na shoqëroj që nga fillimi. Me që i kemi nga shoqata gastronomëve, ka pështim tek lokali juaj apo jo? Jo, çmimet janë që ashtu, qyshe e vaj kolega jonë aty, po s'ma mërmenja që kanë mu rritë, se është nuk jenë rritë qime qatë shumë sa me më rritë prej 1,20 dhe 2 euro. Po kështu që me siguri ata në shesh aty kanë Pra po flasin për një lokal në qendër që ka rritur çmime, se ishte u morë qaj si shemull edhe u bo krejt, kështu që s'është Po është frika tash që ajo është shpillimi. është qaj lokal, por nuk besoj që më rrinë ai çmim ashtu si çdo. Pra mund të ndodhë në mënyrë po themi jo të organizuar që kush të do të rritë çmime si dëshiroj vetë. Po zakonisht na kurse mi marrë vesh për çmime. Ma dhe edhe është e jashtëligjshme, po se cili ka varet prej shpenzimeve, lokacioni, ku është qiraj, ato krejt ndikojnë, po nuk ma mërmene që më rinë, po me siguri Besoj që për qiran qytetari s'ka faj. Po me siguri me se ka rritë qiran atina në sheshaj, pronari lokalit kjo ka rritë se diçka e pakapshme është 2 euro kafja. Është e pakapshme për bua. Po, është e pakapshme. Nuk besoj që ka mu bo 2 vjetë mas 2 vjetë nashta. Hajde, shpresoj.